Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ky është gabimi që nuk duhet të bëni kur gatuani fasule. Shumica njerëzve fillimisht I lën fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë, megjithëse nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se jeni duke bërë një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, dritrat janë shumë të shëndetshme për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë shumë të dëmshme për organizmin. Ky acid lidh elemente rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri dhe gjithashtu zinku, për shkak të cilave ekskretohen nga trupi përpara se të arrijnë të kursejmë ndonjë përfitim prej tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë nga mungesa e hekurit te vegetarianët sipas organizatës botërore të shëndetësisë. Gjithashtu, duhet të keni parasysh se një sasi e madhe e acidit fitik gjendet në këto ushqime dhe mjekët të gjithë rekomandojnë që fasulet duhen lënë në ujë përpara se ju t'i gatuani, duke qenë se kështu ju do të parandaloni fryrjen e barkut dhe gazrat pas ngrënies së fasuleve. Fasulet janë plot me proteina, fibra dhe me lëndë ushqyese thelbësore si për shembull acidi folik, kaliumi, zinku dhe magnezi. Fibrat gjithashtu janë thelbësore që zorët tona të jenë të shëndetshme dhe njëkohësisht të lumtura. Me pak fjalë për ta bërë metabolizmin që të funksionojë ashtu siç duhet. Redukton në rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Është treguar se një dietë e mbushur me fibra ul rrezikun e sëmundjeve të zemrës, diabetit dhe madje edhe të goditjes në tru. Të gjitha sëmundjet munden që të shkurtojnë jetëgjatësinë tonë. Nutricionisti Alex Glover thotë se fibra është një faktor I rëndësishëm në ruajtjen e densitetit të mikrobiomës së zorrëve. Nga ana tjetër, ndihmon edhe me humbjen në peshë. Sipas ekspertëve, nutricionisti thotë se fasulet na ngopin më shpejt fal një sasie të madhe të fibrave që ata përmbajnë. Forcojnë gjithashtu imunitetin. Një nga shumë minerale që gjendet në fasule është pikërisht zinku, I cili është thelbësor për sistemin imunitar sepse ndikon në mënyrën se si qelizat tuaja reagojnë ndaj infeksioneve të cilat munden të ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të inflamacionit. Nutricionisti thotë se nëse nuk keni mjaftueshëm zink, atëherë ju jeni më të prirur për të ftohur. Të thjeshta, të shëndetshme dhe gatimi më ekonomik. Fasulet janë pikërisht receta sekrete e çdo anvise shqiptare. Të dish se si të përgatisësh fasulet në mënyrën e duhur të ndihmon që të shmangësh të gjitha gabimet e zakonshme. Ndonjëherë fasulet nuk ziejnë tamam, ndonjëherë zbuten dhe ndonjëherë treten kur gatuhen. Në këtë video ne do t'ju tregojmë mënyrën më të mirë për të përgatitur çdo herë fasulet perfekte. Përpara se të filloni, një hapkyç në përgatitjen e fasuleve është pikërisht që të dini vjetërsinë e tyre. Dhe pse fasulet qëndrojnë deri në 2 vite, ne ju sugjerojmë që t'i gatuani ato brenda vitit përpara se t'i përdorni për gatim. Duhet vërtet që t'i shpëlani me ujë të bollshëm për çdo papastërti, si edhe të qëroni ato të cilat janë të prishura. Vjetërsia e fasuleve gjithashtu ndikon drejt për së drejti në kohëzgjatjen që nevojitet për t'i lënë në ujë. Zbutja në ujë. Lënia e fasuleve në ujë shkurton kohën e përgatitjes si edhe I bën ato më të lehta për t'u tretur. Në qoftë se shtoni dhe krip në ujë, do të formoni një lloj shëllire dhe gjithashtu do të mundësoni që lëkura e fasuleve të çahet më shpejt. Zbutja në ujë gjatë natës. Lënia e fasuleve në ujë është një metodë e vjetër e të gjitha anvisave shqiptare. Ne ju këshillojmë që këto fasule t'i hidhni në një enë dhe më pas t'i mbuloni me ujë dhe të shtoni një lugë gjelle me krip për çdo 500 gram me fasule. Lëreni në ujë për rreth 4 deri në 12 orë.
Më pas mjafton që t'i kulloni dhe t'i përdorni në recetat tuaja. Ka mendime që përdorimi i kripës në ujin ku zhyten fasulet nuk i lejon ato që të zjejnë plotësisht. Si edhe uji i shtëpisë tuaj munden që të jetë shumë i pasur me shumë minerale të cilat i japin fasuleve një fortësi dhe nuk lejojnë zbutjen e këtyre bishtajoreve. Në fakt, mosëzjerja e tyre mundet që të ndodhë dhe për shkak se ato janë shumë të vjetra. Megjithatë, për ta anashkaluar dilemën nëse kripa ndikon apo jo vërtet, në kohën e zgjerrjes të fasuleve, ju mund t'i zbusni fasulet në ujë dhe sasinë e kripës shtoheni në fillim apo në fund të gatimit sipas preferencës tuaj. Zbutja e shpejtë. Një tjetër metodë është edhe zbutja e shpejtë e cila mundëson që ju të përgatisni recetën tuaj vetëm në disa orë pas sakrifikuar shijen apo teksturën e fasuleve. Vendoseni fasulet në një tenxhere të mbuluar afërsisht 4 gisht me ujë. Tenxheren lëreni në zjarr derisa ajo të zjejë. Pasi të ketë vluar, hiqeni nga zjarri dhe lëreni në ujë edhe për një orë. Kullojeni, shplajni dhe vazhdoni me recetën tuaj ose mos t'i zbusni në ujë. Ky është një sekret që mund edhe të mos i dini. Mund t'i gatuarni fasulet edhe pa i zbutur në ujë. Mjafton që thjesht t'i zhytni në një tenxhere ku keni vendosur të përgatisni recetën tuaj dhe t'i lini për 1 ose 2 orë duke zjerë. Ne ju këshillojmë që gjithashtu të keni kujdes me sasinë e ujit, pasi me kalimin e kohës ai do të avullojë. Her pas here shtoni ujë, lëng perimesh apo mishi, aq sa fasulet gjithmonë të jenë të mbuluara. Vazhdoni me këtë recetë derisa ato të jenë plotësisht gati. Gatimi i fasuleve me një tenxhere të zakonshme. Vendoseni fasulet në një tenxhere. Hidheni ujë derisa të mbulohen plotësisht dhe e kalojeni në zjarr të ngadalt. Ne gjithashtu ju sugjerojmë që t'i përzieni shpesh në mënyrë që të mos lejoni ngjitjen e tyre në fund të tenxheres. Nëse ato do të bien në fundin e tenxheres, do të çahet lëkura dhe fasulet do të zbuten tej mase, duke rezultuar kështu në një pjatë ku disa kokra janë më të forta se të tjerat. Në varësi të vjetërsisë së fasuleve, kohëzgjatja e tyre lëviz 1 deri në 2 orë për fasulet e reja dhe 3 deri në 4 orë për fasulet e vjetra. Gatimi me tenxheren me presion. Për këtë metodë vendosni fasulet të zhytura në ujë ose jo në tenxheren me presion të mbuluara me ujë. Shtoni kripë dhe erza që ju preferoni dhe sigurisht një lugë gjelle me vaj ulliri, i cili do të parandaloj bllokimin e valvulës së presionit të avullit. Zjeni për rreth 5 deri në 10 minuta në zjarr të lartë për fasulet e vogla dhe rreth 35 deri në 40 për fasulet e mëdha. Ne gjithashtu ju këshillojmë që të keni kujdes, pasi nëse i keni lënë në ujë për t'i zbutur, ato do të përgatiten edhe shumë më shpejt. Si të kuptoni në qoftë se fasulet tuaja janë gati. Mjafton që me ndihmën e një luge të merrni disa kokra dhe të shikoni në qoftë se lëkura e tyre është rrudhur. Më pas provojeni. Kur janë gati, ato duhet të jenë të buta deri në qendër, por jo aq të zbutura sa të humbasin formën e tyre. Gjithmonë tregoni të kujdesshëm gjatë gatimit të fasuleve dhe sipas ekspertëve një ndër metodat më të mira të gatimit të tyre është sigurisht larja e fasuleve në ujë përpara përdërimit. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndaheni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!